100 vizita specialistike pothuajse në baza ditore. Kërkesa e pacientëve për të marrë shërbime në ambulancat e endokrinologjisë në qendrën klinike universitare bën që kjo lëmi të jetë në 4-shën e klinikave që kanë më së shumti punë. Diabeti dhe sëmundjet e tiroidës dominojnë. Kjo e fundit po zbulohet më shpesh e shpejt si shkak i vedisimit të qytetarëve, por edhe i mjekëve e akterëve të tjerë informues. Faza kur ata mas shumti janë të interesuar është faza reproduktive, kur bëhet planifikimi i shtatzanisë. Këtu janë edhe ginekologët, edhe mjekët familjar, endokrinologët, po ashtu dhe vetë pacientët që dojnë me pas një shëndet mirë para se të planifikojnë një shtatzani të shëndetshme po ashtu. Në të kaluarën për gjendrën tiroide dhe rolin e saj jetik në organizëm pothuajse nuk flitej. Përpara dhe ka pas mungesë të informatave, ndoshta për një trajtim shumë të vogël, njerëzit kanë beta dhe pa fëmijë. Klinicistja Merite Amini Sadiku thekson se jo vetëm për të lindur fëmijë, por edhe për kualitetin e jetës duhet kontrolluar këtë organ. Sipas saj, vajzat dhe gratë prekën 5 deri në 8 herë më shumë nga çrregullimet e tiroidës se sa burrat. Po janë më pak, sepse nuk i kushtojnë shumë rëndësi si femrat, edhe që janë ma hulumtuese, ma kërkuese për trajtim, tek burrat shohim pak raste ma të rënda. Drejtoresha e endokrinologjisë bën me dije se pas përfundimit të pandemisë COVID-19 kanë vërejtur se janë rritur rastet me diabet të tipit 1 dhe sëmundjeve autoimune të tiroidës për shkak se është prekur sistemi imunitar.